vendosën të largoheshin përfundimisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një ëndër e ndërprerë në mes, udhëtimi i bukur drejt një fundi tragjik në Shkodër. Kemi rënë në dashuri me Tiranën. Mëngjesin e sotëm, Shkodra u trondit nga një ngjarje rënd, ku një turiste amerikane, Sandra Saporito, vetëm 53 vjeç, u vra nga partneri i saj, Brandon Saporito, 57 vjeç. Pas vrasjes, autori ka tentuar të vetvritet duke prerë damart e dorës me thik, por duket se ka shpëtuar vetëm me disa plagë të lehta. Policia ka bërë me dije se ai është shoqëruar, ndërsa 57 vjeçari ishte në gjendje të dehur. Një udhëtim që nisi me ëndra për një jetë të re, me shpresë dhe dashuri, përfundoi në një krim makabër. Shkodra duket se ishte destinacioni i fundit i asaj, që duhet ishte një aventurë për çiftin. Një nga miq shkruan një postim në profilin e autorit në 21 mars, shumë i lumtur që unë dhe Jason kaluan natën e fundit me Brandonin dhe Sandrën përpara se ata të nisnin disa aventura të reja të jashtëzakonshme në jetë. Urojmë atyre dhe qenushit të tyre të adhurueshëm. Harvey, gëzim të pafund, shëndet të plot dhe përvojat më të mrekullueshme të jetës së tyre. Çfarë fati që ishim bashk para nisjes suaj, ishte si një nisje me zemrën plot ëndra. Çifti kishin vendosur që të largohej nga Shtetet e Bashkuara përfundimisht. Në 24 mars, shesim dhe makinën e fundit dhe përgatiten për një fillim të ri në Europë. Po bëhet realitet, makina u shit dhe nesër është dita jonë e fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Para se të lëvizim në Europë, ndihem e emocionuar, shkruante Sandra në një postim të mbushur me gëzim dhe emocion. Në rrjetet sociale u ndante detaje nga udhëtimi që i priste. Fillimisht do të nisi me një tur të ngadalt në Europë. Do të qëndrojmë disa ditë në Ballkan dhe më pas do të udhëtojmë në Europë, derisa të gjejmë një shtëpi që do të na pëlqejë dhe do ta blejmë. Do të fillojmë me Shqipërinë, ku kemi planifikuar të qëndrojmë për 9 muaj dhe më pas do të bëjmë vizita 1 ose 2 mujore në disa shtete. Në 27 mars, Sandra dhe Brandonin bërin në Shqipëri. Destinacioni i parë është Tirana, ku kalojnë disa ditë të qeta dhe të mbushura me përjetime pozitive. Kemi rënë në dashuri me Tiranën, shkruan Sandra në 30 mars duke ndarë foto nga piramida dhe parku i liçenit artificial. Në çdo postim, në çdo foto, nuk mungon dhe Harvey që nushi atyre pjesë e pandashme familjes dhe i këtij udhëtimi. Por ëndra atyre u ndërpre në mënyrë tragjike dhe Shkodra, që do të duhet ishte një tjetër ndalesë e bukur në itinerarin e tyre, u kthye në skenën e një krimi të rëndë.